Kujtes dhe respekt për ata që kanë sakrifikuar jetën për lirinë e Shqipërisë. Krerët më të lartë të shtetit nderuan dëshmorët e atëzeut. Në ceremoninë shtetërore të organizuar pranë monumentit Nën Shqipëri, Presidenti i Republikës Bajram Begaj, nënkryetaria e Kuvendit Klodiana Spahiu, kryeministri Edi Rama dhe ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi vendosën kurora me lule dhe u përkullën në respekt të sakrificës sublime të dëshmorëve. Mirënjohje ndaj të rëndëve, kreu i shtetit vendosi ta shpreh përmes një mesazhi në rrjetet sociale. Idealizimi i tyre dha dhe dashuria vetmohuese duhet ta na frymëzojë të gjithëve për ta dashur më shumë Shqipërinë tonë, një Shqipëri që zhvillohet, bën përpara në rrugën e bashkimit me familjen europiane. Ky është misioni ynë i përbashkët në shembullin e martirëve kombëtar, shkroi Begaj. Por ulësisht me respekt të paharrueshëm dëshmorët e atëzeut, shkroi shkurt kreu i qeverisë Edi Rama, duke shpërndarë në rrjetet sociale homazhet në nderim të rëndëve për lirinë që vendi gëzon sot. Edhe veteran të luftës nacional çlirimtare e familjar të dëshmorëve bën homazhe. Dita e dëshmorëve lidhet me vrasjen e Qemal Stafës me 5 maj 1942, një figurë simbolike e rezistencës antifashiste, ditë e cila pas shlirimit u caktua si moment për të nderuar të gjithë dëshmorët. Në varrezat e dëshmorëve pren edhe efektiv të rënë në krye të detyrës.